SPAK bordin e pagjes për pranimin tim aty. Se SPAK-u tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel kur shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë SPAK-u. Çoheni edhe këtë letër dhe me që e quhet një herë, se këta e dini kanë quar Tony Blair në SPAK. Dhe nuk doli gjë. Tani çoheni prap Tony Blairin, se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq, në burg pa gjyq Larierit, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion, për kryebashkiarin e Tiranës, snuk. Prandaj juve as mos e vrisim më fare. Punë e madhe shumë se Tony Blair s'ka marrë kur 100 darkë nga shteti shqiptar. Punë e madhe shumë se pa Tony Blairin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni aq shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur Sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK. Nga dashuria për Kosovën e kishit. Çoheni në SPAK, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, SPAK-u është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervoz, unë kam pasionin e atij që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap, po për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro, se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Më shtoni durimin. Mua më ka rada kaq herë më ka rada, sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin, janë bërë tani si lekte vjetra. Por ju fituat e për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurrizë popullit shqiptar, që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin SPAK projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për të cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi i Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani çoheni SPAK-ut dhe kërkojeni me një urgjent atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja çohet i kongresmenit. Se e kanë në xhepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Çohen Latifit ashti edhe thuajini të dali ta këndojë e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan